Shën Valentini këtë vit nuk solli vetëm lule dhe dhurata simbolike, por edhe një mesazh të rëndësishëm për marrëdhëniet në çift, menaxhimin e financave të përbashkëta. Ekspertët theksojnë se mënyra se si partnerët i shohin parat, kursimi, shpenzimi dhe planifikimi afatgjatë ndikon drejt për drejt në stabilitetin e marrëdhënies dhe në nivelin e konflikteve mes tyre. Sipas analizave të fundit, ekzistojnë disa qasje të ndryshme ndaj parave të njohura si gjuhët e financave, të cilat shpjegojnë pse partnerët shpesh nuk bien dakord për shpenzimet dhe kursimet. Mospërputhja mes këtyre qasjeve është një nga arsyet kryesore të debateve në çift, ndërsa statistikat tregojnë se mbi 2/3 e partnerëve përballen me konflikte që lidhen me financat. Specialistët rekomandojnë që çiftet të organizojnë rregullisht diskutime për buxhetin, kursimet dhe objektivat e përbashkëta, duke e kthyer planifikimin financiar në një proces të hapur dhe bashkëpunues. Kjo qasje jo vetëm ndihmon në shmangjen e tensioneve, por forcon dhe besimin dhe ndjenjen e sigurisë në marrëdhënie. Mesazhi i këtij 14 shkurti është i qartë. Dashuria nuk mbështetet vetëm tek emocionet dhe gjestet romantike, por edhe te përgjegjësia e përbashkët për menaxhimin e parave dhe ndërtimin e një të ardhmeje të qëndrueshme në çift.